Dhe këta nuk e pranuan, e çuan gjykatë kushtetuese e hodhi poshtë atë propozim, se edhe Urali si ma përkrau realisht të lloj propozimi, e hodhen atje dhe vazhdu. Kur u hoqën pastaj vetë, u hoqën nga sistemi, aty fillon edhe bërtitën. Aty thanë, jo, po ky sistem edhe po ti shofësh, se duhet i marrësh pak në kronologji. Po ti shofësh, ti kesh ndjekur nga 2013-2014 që ka filluar kjo punë. Po ti shofësh gjithë ta që sot flasin kundra, gjithë kanë qenë pro. Por nga që i hoqi sistemi tani dalin kundra. Pra këta janë çështje inati, personale. Unë nuk flas personale, unë po them sistemi. Dhe kur themi sistemi në drejtësi tani futemi prapë kjo pjesa e parë. Kur themi sistemi, pra ndryshim sistemi. Drejtësia është sistem, është shtet. Se me drejtësinë lidhen të gjitha. Pavarësisht se është pushtet. Më vete, por lidhen të gjitha. Tu lidhet edhe kushtetuta. A u ndryshua kushtetuta për këtë lloj reforme? U ndryshua. Por, më gjen një vend tjetër që të bëjë reformë, pastaj të ndryshojë kushtetutën. Ndodh me asnjë vend. Çuditërisht në Shqipëri ndodhen dhe këta ekspertët e famshëm të mirë të nivelit lart, se këta caktojnë edhe ç'a niveli janë, caktojnë vetë, s'ka problem. Megjithëse në këtë lloj reforme nuk duhet të ishim pjesë e sistemit, të gjithë funden në sistem. Pra, këta pas kanë bërë ligje për vetë, se kanë bërë për mua. As për ty, as për tjetër, as për tjetër. Po ja me qine sa mi dosin pa u shqyrtu, njerëzit po lindin, po vdesin, edhe nuk marrin do drejtësi. Se drejtësia është hallk shumë kryesore në shtetin e së drejtës. Po ti kur ai të merr ty të fut në burg për cigare hashash e ze. Dhe atë që merr konteneri nuk i bën dot asgjë. Kur ty Banakingu, megjithëse është i dënuar, i bërë një, vazhdon akoma reklama në televizor. Më fal, çfarë drejtësi është? Ç'është drejtësi kjo? Ne këtu jemi të dështuar. Por, a ka ndikuar politika? Patjetër ka ndikuar. A ka fut durët politika? Patjetër e ka fut. A ka njerëzit e vet? Patjetër. Dhe tani vjen një moment pastaj. Ajo që doli kur u hoq fondi, që u kënaqën, po ti veshre kur u hoq fondi, i spaku dhe i këtyre, edhe i shoqërisë civile të Soros, u hoq fondi, të gjithë ta u kënaqën, se thanë, tash ky spaku s'ka më edhe. Ikën amerikanët. Po, kur erdhi FBI-ja, u nxin të gjithë. U nxin. Pse? Pse erdhi dhe pikërisht pse erdhi në Shqipëri? Se kjo është tash, pse nuk shkojnë vende të tjera për erdhi në Shqipëri? Se këtu është më e madhja. Këtu është korrupsioni më i madh. Por a do jenë të zot që ta komandojnë, se dosit realisht, se shumë flasin, po dosit realisht janë bëra gati, nuk ka ngel gjë pa bërë. E janë bërë qyshanej, nuk janë bërë këtu. Duke janë fletë dhe arrestet, hajde ti me firmos me e bë. Problemi është se këtu del kryetari i Spagut edhe thot polici thot nuk zbatojnë urdhët e arrestit. Policia pra nuk zbaton urdhët e arrestit. E kuptoni çfarë shteti jemi? E kuptoni se ku kemi ra, në çfarë drejtje kemi ra. Hiqet kraja dhe dëgjoj shumë nga këta, jo po uzin, jo po se e kishin personal, jo po se kishin personal fare. Nuk është personal. Por është ajo që është thonë gjithmonë, rrjedhje e informacionit. Dhe jo pa qëllim këta kryetarët e grupeve, zhduken dhe kapen ata të vetin. Sepse rrjedhje informacioni, për aty rrjedhje informacioni. Rrjedhja e informacionit kush e jep? Zyra marrëdhënie me jashtë, informacioni vjen nga jashtë. Pa, ju po aludoni në këtë rast që nga kraja ka dalë, nga zyra e tij ka dalë informacioni. Po s'ka se ka del vend tjetër. Është absolute, nuk ka se ka del vend tjetër. Gjithë informacionit që jep, qoftë Italia, qoftë Belgjika, Hollanda, Amerika, janë tek ajo zyrë.